إن الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندرimi, lavdrimi, hamdi absolutit e kanë të madhit Allah. Ata falenderojmë vazhdimisht për çdo mirësi të cilën ai ka dhuru dhe prej të mirave të tij që në Islam na ka udhëzu. Salatet tona ja dërgojmë dhe adresojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër e besimtar, Islami një ndër qëllimet të cilat ka ardhur që njeriu ta ngrite dhe njeriu ta bëjë të ndershëm në këtë botë, që nëpërmjet veprave të tija ta arrijë kënaqësinë e Allahut dhe ta fitojë xhenetin e madhnueshëm. Allahu na bëf nasib ya rabbel alamin. Të nderuar vëllezër, padyshim që një ndër veprat më të mira që Islami i nxit besimtarët është pastërtia në Islam. Pastërtia është ajo e cila Allahu e ka treguar që është prej veprave të cilat i don dhe thon Kur'anin famëlar: Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Me të vërtetë Allahu i don njerëzit të cilët pendohen dhe i don Allahu njerëzit e pastërt. Pastaj Allahu Jalla Shanu wa Jalla Jalalu kur ja zbriti pejgamberin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, një ndër ajetet e para që kanë zbrit ka qenë wa thiyabaka fatahhir, dhe rrobat teshat e tua pastroj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë është vajib dhe ulemat kanë rënë në polemik, a është vajib të xumon apo njerë në javë njeriu të pastrohet dhe të more gusëll mas pakti. Dhe kjo është rëndësia e Islamit që ja jep pastërties. Një ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit dhe ka thonë, sidomos në ditën e xumë, kush pastrohet, merr gusëll apo merr abdes dhe pastrohet dhe i vesh rrobat e tij më të pastërta, më të mira, tha për çdo hap të cilin e bën, që vjen nga shtëpia e tij tek teti në xhami, i shënohet një vit ibadet dhe i shlihen gjunoat e tij. Kjo është madhësia e Islamit, ku jep rëndësi Islami pastërties. Pastërtia vëllezër e ka një vend të veçantë dhe pozitë të lartë në Islam. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka tregu për imanin tha: El imanu bid'un wa sittuna shu'ba. Tha imania 60 e diçka shkallë. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkalla më e lartë e imanit është fjala la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah wal amatatu adha anit tariq. Tha dhe me largu një penges nga rruga është prej imanit dhe marrja dhe turpja nga imani. Me largu një penges nga rruga është prej imanit, që do të thotë pastërtia. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: at-tahuru shatrul iman. Imania, m'falni, pastërtia gjysmë e imanit, që do të thotë me rujt ambientin, me rujt shëndetin e shtëpisë tone. Pastërtinë e shtëpisë tone është shëndet. Në rrethin e të cilin jetojmë për fat të keqin vëllezër, ne mi banor shumica këtu musliman. Dominon në lagjet tona Islami dhe muslimanat. Po thamë muslimanat se Islami pak është më i vobek dhe më i dopt. Në lagjet tona shumica muj me thonë, me numër më sam 100%, ketë jemi musliman.
Mirë, po problemi qëndron në mesazhin e Islamit sa e praktikojmë dhe reflektojmë në jetën tonë. Shembull, ne të cilët jetojnë këtu në këto lagje, shohna që pastërtinë e kemi deri te dera e shtëpisë. Kujdesmi që pluni, nanat, gratë tona, motrat tona për çdo ditë me pastrua, po mos më marr pluni, mos më bë për mi tavolinë, televizor dhe kështu me radhë. Mirë, po kur vjen para rrugës, ne me ata të cilët vazhdimisht jemi pengesa për me bë të keqen pa pastërtinë, bile ne nuk kujdesemi për ato bërllokin tonë, sidomos duhanxhit, njerëzit të cilët hajnë ushqime jashtë, dhe unë e merr edhe e gjunë në rrugë, dhe kjo është nga mungesa e imanit, nga mungesa e islamit, të cilën islami e nxit njeriu mu kon i ndërgjetshëm. Ne pastaj e keshmi të tjerët dhe themi kur shkon njeriu në perëndim e ki po kundra ato xho, një javë s'ka nevojë mi fshi. Bile ka mundësi edhe një muj mos mi fshi. Nga pastërtia e lartë të cilën e kanë. Edhe kjo shka tregon kujdesin që e kanë ata për ambientin. Ndërsa tek ne duhesh mi fshi 3 herë në ditë, një herë kur del, një herë kur shkosh te puna kur të mërish, edhe kur dilsh ose kur të vish në shtëpi edhe një herë mi fshi. Kjo shka tregon që në këtë lagja, apo në këto lagjet tona, për fat të keqen këtu është edhe në realitet i hidhur, në mungesë të institucioneve përkatëse të cilët duhet ta kryejnë detyrimet e veta që i kanë ndaj qytetarëve. Këtu është një pengesë tjetër, po pengesë edhe më e madhe në vetë qytetarët, banorët, ku nuk jemi pjesë përbërëse me lehtësu jetën tonë, në që sa ata nuk janë duke kry obligimet e tyre, ne duhet mos me lanë me në mlu bërlok, jo vëllezër. Ne duhet mu kujdes, duhanxhia mos me fuk, ai shka ha kullorën, shka ha çokoladën, hamburgerit, mos me fuk be letrën tokë. Unë habit në ka njerë thamë, subhanallah, çish mundet njeriu me vetdije, kuran perëndim, kuran Evropë, e ma atë shpuzën e cigaras e ma me metre. Këtu të ne, 100 metre e ma ndoshta. Këtu të ne vëllezër, ndoshta e ka pak ma larg, 2-3 metre, 5 metre, e gjunë që ati. Kjo shka tregon o vëllezër? Mos edukat, tregon mos përgjegjësi ndaj ambientit dhe familjes dhe shoqërisë. Ne duhet më konë shembull për të mirë o vëllezër. Me hi dikush në këtë lagje tona, çfarë shembulli japna nebe? A japna dikuj me thonë valla çdo janë muslimana? Po jo o vëllezër. Kur ti je dikush atë elhamdulillah që i dula piktumit. Po me bo me hi edhe me dal, po elhamdulillah që shpatova pa mona i smuje. Kjo është realiteti jonë. Unë prap peceti, edhe organet përgjegjëse kam përgjegjësinë e tyre. Mirë, por një pjesë të saj e kemi edhe ne. Andaj edhe nga këtu duke u bazu nga kjo, një kërkesë të cilën ai banon shkolla, 7 marsi, Adem Jashari, drejtoresha e shkollës konkretisht, me pas kujdes banorët e lagjës, fëmijët e tanë mi eduku, me pas kujdes për pastërtinë. Po njëjtën kohë dhe ne mos u bëmi shkumi mush, kur bëna në renovim shtëpia tona me shku mi gjujt në borën e shkollës, apo mi gjujt para xhamisë, me zonat që e huja kjo. Jo, kjo është e jonja, kjo është e emja, e jotja, e jonja bashkarisht. Andaj këtu vëllezër mesazhi i parë kishin që kujdesuni për pronën publike, çashtu që kujdesni për megjet e juaja, për shtëpitë e juaja. Ne këtu jemi ngusht, edhe me këta e përfundoj, jemi shumë ngusht, e di. Edhe një problemet më të mdoje shkejkina në lagjën tonë, mihini hoxëm duket më ulluk, mihini në avli. Don kjo problemi më i madh shka ballafaqomi ose mi qili xhamat. Para në për shka rrokmi ne. Ne rrokmi për këta, dhe është valide, është normale njeriu pronën e vetë me rujt. Mi po prona e qytetit, vëllezër, e banorëve, është pronë publike, vakëf i krejtëve. Ne duhet me pas kujdes për pastërtinë, mu kujdes, sigur mu kone jonja. Andaj nga këtu mene qëtë mesazh. E di që dikush ato që po sëmbobi me ne abuton me morë dhe fshinsat me pastru, ngoni këtu. Si cili prej juve me morë, me thonë, po kejtë be janë të gjujt gjubre, apo unë s'ka me gjujt. Unë e ka me gjujt në kondë gjubrës ku duhet. Kur të bomi pi njove, bomi 100, atër metin pi 1000 në mesin edhe 900. Inshallah, dal nga dal ndrohen gjeneratat në vdesmi, apo ndryshojmë, vinë njerëzit më të mirë se ne të cilët punojnë më mirë se ne vëllezër. Andaj lutem Allah në madh që Allah të na i dëshirojë pastërtinë e zemrat tona, na bëjë të kujdesshëm për ambientin ku jetojmë, keni kujdes, ne na pasqyre fëmijëve tonë, sidomos ju vozicat e kerreve, e veturave, kur vozitni me fëmijët e juaj, keni kujdes, sidomos kur e fuk mbeturinën, borllokin, nëpërmjet xhamit dritarës,
dije që ti dhon një yrnek të keq familjes tanë, ndërsa Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam pas kanë urdhëruar dhe me këtë hadith e përfundoi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre lloj njerëzish Allahu i ka mallku kanë për mungesë të pastërtisë, një njeri i cili e kryen nevojën e burimin e ujëve, ku ka ujë, që aty e kryen në hije edhe në rrugë. Andaj kanë nga njerëzit e mallkuar a njeri i cili nuk kujdeset për pastërtinë. Allah na bëftë të kujdesshëm për vetveten tonë, për pastërtinë imanore dhe për pastërtinë fizike dhe të ambientit. Lutë Allah na madh që Allah na ruaj nga e keqja. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.